tani në Kanada keni zyrën tuaj ligjore ku mes tjerash ofron edhe konsultime për viza kanadeze. Ku mund t'ju kontaktojnë ata që duan bashkëpunojnë me ju dhe për cilët profesione ka më shumë kërkesa në Kanada? Si mund të gjejnë dhe si mund të komunikojnë me ju për të konsultuar apo të marrë një këshill ligjor apo një këshill se si mundet të vinë në Kanada këto njerëz që duan të largohen nga Shqipëria për shumë arsye? E para njëherë unë jam nga ata që le themi më dhëm zemra kur dëgjoj që shqiptarë ende duan të largohen nga Shqipëria, por çfarë mund t'i themi unë dhe ty kur ne vetë zgjodhëm të ikim nga Shqipëria? Ti për një arsye më të vështirë dhe më të egër se sa unë, por sigurisht që ne kemi zgjedhur të ikim nga Shqipëria. Kështu që te kjo pjesë unë gjithmonë këshillimin me ta e filloj pse do të largohesh nga Shqipëria. Domethënë keni parasysh që sfida e emigrimit është sfida e emigrimi. Por nga ana tjetër ata tashmë kanë marrë këtë vendim dhe kështu që mënyra se si mund na kontaktojnë qoftë në zyrat tona në Toronto, ne kemi deg tonën që quhet Radio Canada Visa, por ne kemi website-in ton, kemi faqet tona në media sociale, kemi daljet tona, domethënë edhe në kanalet tona. Por ne kemi degën tonë edhe në Tiranë, ku le të themi për klient të rajonit mundet që të na afrohen edhe atje për të na kontaktuar, edhe pse le të themi elektronikisht kjo është e mundur nga gjithë bota. Kjo për sa i përket shqiptarëve. Pastaj sigurisht ne kemi klient nga çdo kontinent, kështu që për çfarë do lloji emigrimi, për gjitha format e ardhjes në Kanada, kështu që me gjitha format e mundshme dhe hapat janë që pas kontaktit ne i ofrojmë një këshillim tërësisht falas kujdo që është interesuar për Kanadan, le të themi një free assessment vlerësim paraprak për të parë nëse ka shanse dhe nëse s'ka shanse e lëm aty, por nëse ka shanse të mira, sepse ju e dini që emigrimi në Kanada është pak emigrim i ndryshëm nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku shumica mundet që të vinë me llotarinë amerikane, apo këtu është një emigrim le të themi ku procesi i përzgjedhjes është specifik edhe synon Kanadaja përgjithsisht një emigrim elitar, kështu që do të thotë që duhet të kalosh në gjitha këto fila. Kështu që hapi parë kontaktin e bëjmë një assessment, vlerësim paraprak, pastaj mund të, nëse ka nevojë, mund të bëjmë një seancë konsultimi dhe pastaj mund të kalojmë ta marrim klientin. Cilat janë profesionet që ka më shumë kërkesa në shtetin kanadez, që janë më të favorizuar në një farë mënyre, duke pa që emigracioni gjithandej është zgjeruar, si të themi në Gjermani shumë infermierë shkuan apo shkonin të punonin ande. Cili është ajo çfarë kërkojnë Kanadaja më shumë për emigrantë që ka nevojë? Në fakt Kanadaja është një vend që ka programe të ndryshme, sot që flasim ka rreth mbi 80 programe që janë aktive në nivel federal apo të provincave, dhe programet janë në fakt mundsojnë të gjitha nivele, mundsojnë biznesmen të cilët duan të hapin degët e tyre në Kanada, kjo i mundsohet atyre kësaj kategorie, i mundsohet atyre që janë intelektual, cilët kanë përfunduar studimet e larta apo edhe doktoratura apo mastera dhe që kanë dhe eksperiencë në fushën e tyre, kësaj kategorie i mundsohet se ka programe të veçanta për ta. Punojësit që kanë një zanat edhe këtyre i mundsohet sepse ka programe për ata që janë të zanateve që mund të jenë kontratat e punës apo programet e tjera që mund të jenë programet e kryerjes të një diplome një vjeçare zanati dhe pastaj të vazhdosh punosh në atë zanat. Edhe sigurisht një numër i madh i atyre që janë të mirëpritur nga Kanadaja, dhe kjo është në fakt e dera më e madhe hyrëse në Kanada, vetëm vjet 935.000 veta hyn vetëm nga kjo derë, që është dera e atyre të cilët dëshirojnë të vinë për studime në Kanada, në të gjitha formave, studim që nga shkolle mesme, shkolle lartë, kolegj, master apo doktoratur, dhe Kanadaja ndryshe nga disa vende të tjera që pas mbarimit të shkollës, për shembull, duhet të kthehesh natë dhe mundson leje pune të hapur për të marrë eksperiencë kanadeze dhe pastaj ka mundësinë për të marrë permanent resident, pra rezidencën permanente kanadeze dhe pastaj shtetësinë kanadeze. Pra në gjitha këto forma, plus pastaj natyrisht bashkimet familjare apo viza turistike që mund të kthehen pastaj në status të përkohshëm apo të përhershëm, dhe natyrisht ne presim dhe mirë presim të shpresojmë këtë herë
që Shqipëria do të jetë pjesë e botërorit, Amerikë, Kanada, Meksik, që të kemi, le të themi, një kërkesë shqiptarësh këtë herë për të ardhur me gëzimin e Shqipërisë. Ky proces të dokumentimit apo të aplikimit sa mund të zgjasë për një shtetas shqiptar, qoftë student, biznesmen apo ka limite të caktuara? Kjo varet nga programi në program. Kjo varet nga programi, ka raste për shembull që nëse flasim për një vizë turistike mund të zgjati disa ditë, nëse flasim për kontratë pune mund të zgjati disa javë deri në disa muaj, nëse flasim për opsionin e studimeve dhe njëjta gjë mund të zgjati disa javë dhe në disa muaj, po asnjëherë nuk e kaloj një vitin, dhe ka opsione të cilat për shembull këto të investimeve mund të jetë pak më gjatë se sa një vit, apo ajo që njihet si opsioni lotarisë kanadeze, që nuk është lotari, por është një sistem meritokratik renditje të kandidatëve, që dhe ai proces mund të zgjatet diku te një vit apo një vit e ca. Pra le të themi nuk janë procese ekstremisht të gjata. Kanadaja e ka ngritur sistemin e migrimit për të qenë sa më praktik dhe sa më efektiv. Në fund, në fakt, para se të kaloja në fund, doja një mendim, çfarë mendon për politikën shqiptare ose për këto njerëz të cilët prej 30 e sa vitesh janë në pushtet në Shqipëri? Si e gjykon, si e mendon politikën e Shqipërisë? Se besoj juve e ndiqni, sepse keni qenë edhe një nga zërat e fuqishëm për votën e diasporës. Pra si e gjykon politikën në Shqipëri? Unë mendoj që politika në Shqipëri ka ardhur në pikën që ka nevojë për një reformim të thellë të klasës politike, jo vetëm në përmbajtje, por edhe në opsione që i ofrohen. Pra në përmbajtje, vetëm në përmbajtje të atyre që janë në skenën politike shqiptare, të cilët kanë nevojë, do thosha, për një spastrim të thellë të përmbajtjes që këto forca politike kanë, duke përfshirë, me që folët për diasporën, jo vetëm prurje nga diaspora, por edhe nga Shqipëria, për ta, le të themi, ribër atë përmbajtjen e secilit nga grupe politike, por ajo çfarë është më e rëndësishme, e që ndoshta është nevojë ulëritse, do thosha unë për politikën, për skenën e politikës shqiptare, sot është nevoja për futjen e forcave politike shqiptare, të cilat mund të jenë ndoshta tërësisht të reja, të cilat mund të vinë me mendësi të reja, të cilat e duan atë vend dhe mund të kenë përmbajtje të njerëzve të cilët mund të jenë profesionistë, teknicien apo njerëz të cilët mund të kontribuojnë, dhe kjo do të mundsonte qarkullimin e elitave jo vetëm në forcat politike ekzistuese, por edhe me alternativa politike të reja, dhe besoj që terreni politik shqiptar, pavarësisht kufizimeve të forta që ka sot kodi zgjedhor, që pothuajse bën shumë të vështirë hyrjen e forcave të reja politike për një arsye që besoj ndoshta meriton një diskutim tjetër, të një dite tjetër, sistemi zgjedhor në Shqipëri, që mund edhe ta analizojmë, por mendoj që nevoja për ardhjen e forcave politike të reja është e domosdoshme, absolutisht. Zoti Rado, faleminderit. Klodi, në fakt, se ne nifemi që 2005 në bashkë u punonim të shekulli. Faleminderit që pranove ftesën dhe të jemi në këtë bashkëbisedim së bashku. Ishte një kënaqësi e imja. Faleminderit, Mikoj.